Vijon lirimi i hapësirave publike në qytetin e Korçës. Pas përfundimit të punës në disa prej lagjeve të qytetit, siç janë lagjet 13, 14, 15 dhe 16, tashmë punojësit e ndërmarrjes së shërbimeve publike në Bashkinë e Korçës janë përqendruar në lagjen 6, në një pjesë të unazës së qytetit, aty ku po punohet për të larguar gardhet, muret dhe gjithçka tjetër që prej vitesh kishte zaptuar hapësirat publike. Sipas përgjegjësit të gjelbërimit Berti Kita, ajo që është më e rëndësishme është kthimi në identiteti këtyre hapësirave pas ndërhyrjes për lirimin e tyre. Aktualisht jemi në lagjen 6 këtu në bulevardi, këtu në Unaza në Petro Sturgji, ku siç e shihni dhe nga pamjet, po vazhdojmë me lirimin e hapësirave të bleshta. Kjo do të vazhdojë deri në përfundimin e gjithë Unazës, deri në të gjitha lagjet e qytetit, duke shoqëruar gjithmonë hapësirat që lirojmë i kthejmë në identitet. Ne i plotsojmë dhe i kemi berë lagjen 16, 15, 13, 14, i kemi plotsuar me dhe, aty ku krijojmë gropa, aty ku krijojmë prishje të trotuareve ose bordurat, po i mermetojmë, po i rregullojmë, po i kemi mbjellë me bar dhe bari ka dalë për bukuri. Kështu do vazhdojmë edhe me bimësi, atje ku ka mundësi që neve mund të krijojmë ndonjë kështu, prap do të krijojmë banorëve hapësira të bleshta. Ndërhyrja do të vijojë edhe në lagjet e tjera të qytetit të Korçës, në vazhdimsi duke liruar hapësirat publike e duke i kthyer ato në funksion të qytetarëve.